siç jeni të informuar, dhomat e specializuara në Hag kanë refuzuar kërkesën për mbrojtje në liri për zotin Kadri Veseli, zotin Jakub Krasniqi dhe zotin Recep Selimi, edhe pse prokuroria ka përfunduar paraqitjen e provave dhe dëshmitarëve të saj në fund të muajit prill. Partia Demokratike e Kosovës shpreh shqetësimin e saj të thellë për këtë vendim, i cili në thelb cënon liritë dhe drejtat e të akuzuarve, liri dhe drejta këto të mbrojtura me Kushtetutën e Kosovës dhe Konventën Evropiane Drejtat e Njeriut, e cila sipas një 22 të Kushtetutës së Kosovës është e zbatueshme drejt për drejt në Republikën e Kosovës dhe praktikën e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut, e cila po ashtu është e zbatueshme sipas një 53 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Mbajtja e zotit Veseli dhe të tjerëve bashkë me presidentin Hashim Thaçi për më shumë se 4 vite e gjysme në paraburgim, përbën shkelje të standardeve të drejtësisë perëndimore, standardet për cilat Partia Demokratike ka besuar se në këtë gjykat do të respektoheshin me përpëkmeri. Pas përfundimit të fazës prokurorisë, pra paraqitjes së provave dhe dëgjimit dëshmitarëve të prokurorisë, çdo argument për ndonjë rrezik të mundshëm në ndikimin në proces në Hag ka rënë. Lirimi me kusht në këto kushte nuk do duhet të konsiderohej një privilegj, por një e drejtë e patjetërsueshme e gjithë akuzuarve në Hag. Kjo veçanërisht në rrethonat kur fillimi i gjykimit në Hag është varritur 2 vite në fazën e procedurës paraprake dhe vetëm pas 2 vite konfirmimi është konfirmuar akt akuza dhe ka filluar gjykimi. Partia Demokratike e Kosovës ka mbështetur që nga fillimi funksionimin e papenguar të gjykatës speciale. Me bindjen e plot se në këtë gjykat do të garantohej e drejta për gjykim të drejtë dhe në kohë të arsyeshme, sigur themel i gjitha lirive dhe drejtave të njeriut. Për vlerësimin ton, një gjykat në zemër të Evropës nuk do duhej kur të shndrohej në një mekanizëm për ndjekje, aq më pak në emër të drejtësisë dhe viktimave të luftës. Fatkeqësisht, vendimi i fundit nuk paraqet drejtësi, por për ndjekje të qartë në emër të drejtësisë. Le ta themi qartë, zoti Thaçi, zoti Veseli, zoti Krasniqi dhe zoti Selimi nuk janë thjesht dhe vetëm qytetarë të akuzuar pranë një gjykate, por janë lider të luftës tonë për liri, arkitekt të pavarësisë Kosovës dhe ndërtues të institucioneve demokratike të Republikës Kosovës. Prandaj ne kërkojmë një gjykim të drejtë, të bazuar në standardet demokratike të vendeve perëndimore nga vinë gjyqtarët që punojnë në gjykatën speciale. Ne kërkojmë thjesht dhe vetëm respektim të drejtave të akuzuarve. Ne kërkojmë që humanizmi të mos zhduket përballë paragjykimeve dhe që ligji të mos shtypet në emër të drejtësisë. Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje dhomave të specializuara, faktorit ndërkombëtar dhe gjitha shteteve që financojnë gjykatën speciale, që të veprojnë me përgjegjësi dhe me respekt ndaj drejtave dhe lirive fundamentale të njeriut. Ne kërkojmë që vendimet të mos jenë ndikuara nga perceptimet, por të bazohen në fakte, në ligj dhe në parime të drejtësisë. Të nderuar përfaqësues të mediave, më lejoni të them që në këtë rast dhe të shpreh indinjatën dhe zhgënjimin e thellë të Partisë Demokratike të Kosovës për mungesën e ofrimit të garancioneve nga institucionet e Kosovës për mbrojtjen e të akuzuarve në Hag në liri. Prandaj u bëjmë thirrje sot institucioneve të Kosovës që të marrin një rol aktiv në ofrimin e këtyre garancioneve, sepse jemi të bindur se procesi në Hag dhe epilogu i tij nuk janë thjesht një çështje individuale për të akuzuarit, por janë një çështje thellësisht me rëndësi themelore për historinë dhe të ardhmen e shtetit të Kosovës. Mos angazhimi institucional nuk është thjesht një neglizhencë, por është qartazi një heqje dorë nga një përgjegjësi historike që kanë institucionet e Kosovës.